Prokuroria e posaçme ka shtyrë me 6 muaj të tjera hetimin për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Në një deklaratë për mediat, avokati i Metës, Kujtim Cakrani, tha se arsyeja e shtyrjes së afatit të hetimit edhe 6 muaj është se organi akuzës nuk vërteton dot me fakte akuzën penale të ngritur ndaj Metës. I ka zgjatur dhe 6 muaj, është herë e dytë që po i zgjat 6 muaj, herë e parë ishte në 10 dhjetor të vitit 2024, i zgjati deri në qershor ku jemi sot, dhe tani kërkon përsëri një zgjatje tjetër të afatit hetimeve. Është shumë e thatë, ja ku e keni, është shumë e komunikuar patjetër te presidentit dhe thot ne po presim proba, po presim një akt ekspertimi të vjerrës të ish vjerrës së zotit Meta, se ç'lidhje ka zoti Meta tani me aktet e ekspertimit që bëhen për ish vjerrën e tij. Hajde gjeni ju tani një lidhje kapërcim juridik që bën Spaku, o më të hetoj, o Anila, nuk po flet mi gjë, të hetoj gjithë ditën Spaku dhe 300 vjet. Problemi është ky, përse mbajnë në paraburgim. Ky është thelbi i gjithë që ne kërkojmë. Ne nuk jemi kundër hetimit dhe kundër zgjatjes të afatit hetimit. Më 27 maj, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mori të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, ish presidentin dhe kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, si dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi.